Të dashur shqiptar, më vjen për të qarë nga hidhërimi sepse shkrimtarja Elena Koçaqi ka bërë një libër, Aleksandri i Madh, profeti shqiptar. Më vjen shumë turp që shqiptarët blejnë librat e saj, sepse Aleksandri i Madh fliste gjuhën maqedone dhe fatmirësisht në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris, qyteti i Aleksandrit në Egjipt, janë ruajtur fjalët e maqedonishtës së lashtë. Dhe në maqedonishtën e lashtë vetullave ju thuhet abroutes. Po ashtu është dhe varianti abrotes. Dhe përkon me gjuhën sanskrite, me gjuhën avestanit, me gjuhën slave, me gjuhën greke, por jo me gjuhën shqipe. Pra në fjalën e shqipes vetullat kemi fjalën vezhda të bullgarishtes. Nga fjala vezhda ka ardhur vetull. Nuk lidhet me gjuhën maqedone fare. Maqedonët kanë qenë pushtues të Ilirisë. Aleksandri i Madh pushtoi Ilirin dhe i quajti Emathia, që do thotë ranishte në gjuhën maqedone. Shqiptoshte Hemathia, dhe kjo shkurtohet në gjuhën shqipe në mat. Sepse unë kam thënë në shumë filma të tjerë që gjuha shqipe i shkurton fjalët. Amicus në mik, medicus në mjek, kabalus në kal. Jemi monosilabik, jemi kombi Koçaqi. Në gjuhën greke të sotme, vetullat është emër femror, ofris. Por në gjuhën greke ph-ja është kthyer në f, në mes të fjalës. Pra ka qenë në gjuhën helene të lashtë oprus, p, që bëhet f. Pra, në gjuhën greke kemi bashkëtingëllore të pazëshme, në gjuhën maqedone obrotes kemi me b, bashkëtingëllore të zëshme. Fatkeqësisht, kjo fjalë gjendet të gjuhët slave. Në gjuhën polake kjo është brev, brevi. Dhe kjo është në gjuhën serbe, obrëvi, pra i thonë vetullave. Dhe është emër në gjinin femrore. Një lloj si në gjuhën helene, si në gjuhën maqedone. Pra, gjuha ilire ka evoluar në gjuhët slave. Slavët nuk kanë ardhur në shekullin e 6 të erës sonë. Është një gënjeshtër e historianëve grek që janë po aq mashtrues sa Eleni Koçaqi. Për të justifikuar kolonitë e tyre në Iliri, grekët shpikin idenë që shqiptarët kanë ardhur nga Kaukazi, slavët kanë ardhur në shekullin e 6, por gjuha maqedone është shumë e ngjashme me gjuhët slave. Por si gjuhë e folur është dialekt helen. Fjalori është ngjashëm me gjuhët slave, por si gjuhë ishte në gjuhën e përditshme dialekt helen. Kjo tregon që gjuhët indo-europiane janë ndarë në bregdetin e Mesdheut. Këtu janë qytetet më të lashta dhe teoria ime ka fituar shumë pikë mbas filmave të mi dhe mbas zbulimeve në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris. Do të kemi parasysh që ka dalë në internet për herë të parë në vitin 2010 dhe janë ndrequr gabimet e shtypit që janë bërë atje. Për shembull, fjala drenis e gjuhës ilire, dreneia në gjuhën e ishullit Lesbos, është titulli i Artemisës, Drenusha. Duhet ta shikoni këtë film. Pra, në gjuhën ilire ishte drenis. Ilirët flisin një dialekt helen. Është emri i gjinisë femrore. Edhe emri abroutes është në shumës, dual, vetullat. Dhe është emër i gjinisë femrore. Në gjuhën greke ka qenë oprus dhe ka evoluar ph-ja në f dhe në gjuhën greke të sotme është ofris. Sa ngjashme është greqishtja me ilirishten dhe maqedonishten. Por kjo fjalë gjendet edhe në gjuhën sanskrite.
Pra, është në gjuhën sanskrite bru me një u të gjatë, nga njëherë shqiptohet dhe bruv. Është në rasën kallëzore bruvam, është gjetur në gjuhën e Arjanëve në Indi. Është në gjuhën e Avestanit, brvat, si dual, një lloj si abroutes. Në gjuhën maqedone, por abroutes, pra, është emër helen, por jo grek. Unë doja sjell të plot fjalorin e maqedonishtës së lashtë. Nuk ka lidhje pothuajse fare me maqedonishten aktuale, por disa fjalë si fjala vetull janë me origjinë të përbashkët. Edhe gjuha maqedone e sotme, edhe gjuha maqedone e lashtë. Mirë, po kjo fjalë në shqip vjen nga bullgarishtja. Veshda, vetull. Fjalë për fjalë do thotë qepall. Pastaj mori kuptimin vetull dhe vjen nga kuptimi shikoj në gjuhë slave. Nga pamje, shikim, qepall, pastaj u bë vetull. Origjinali pra në gjuhën maqedone është abroutes. Ndërkohë që bëja bëhet vë në gjuhën greke, pra sot do të ishte avrites në greqisht. Pra avrites mund të jetë ndoshta origjina e fjalës vetull, por sipas Norbert Joklit, vetull vjen nga veshda e bullgarishtes, që është gjithashtu gjuhë slave, por ka patur kuptimin qepall, pastaj është bërë vetull. Pra, në gjuhën irlandeze të vjetër është bruad, vetull. Duali është brai, po ashtu edhe broj, vetullat, të dy vetullat. Ka marrë dhe kuptimin syt poshtë vetullave. Pra, siç e shikoni, kjo gjendet në gjuhën polake, brev, në shumës brvi, dy vetullat. Gjendet në gjuhën serbe, gjendet në gjuhën ruse, gjendet në gjuhën ukrainase, por jo në gjuhën shqipe. Tani, ju lutem ndiqni filmat e mi, sepse është një punë shumë kolosale përkthimi nga greqishtja greqisht për në anglisht, pastaj në shqip, me specialist të gjuhës. Dhe këta janë fjalë të sakta që i dim që janë të maqedonishte, sepse qyteti Aleksandris është ngritur nga generalet maqedon për nder të Aleksandrit. Prandaj, jemi të sigurt që s'kan përse të gënjejnë, sepse kjo fjalë nuk është në greqisht. Pra s'kan përse të manipulojnë historinë grekët. Kjo është fjalë që ata nuk e dinë, prandaj kanë vënë në fjalor. Edhe fjalët e ilirishtes prandaj kanë vënë në fjalor sepse nuk e dinin çfarë kuptimi ka në greqisht. Megjithatë, ilirët si gjuhë përdorin dialekte helene. Maqedonët përdorin një dialekt helen. Dhe për ta ishte shumë lehtë të flisje në helenisht. Është e njëjta gjuhë, por janë dialekte të ndryshme. Kjo është shumë e rëndësishme. Është e njëjta gjuhë. Nga pikpamja gramatikore, lakimi i emrave, zgjedhimi i foljeve, kemi të bëjmë me të njëjtën gjuhë. Gjuhë helene. Helenët pra kanë pushtuar të gjithë gatishtullin illyrik. Illyria qushte illyricum në latinisht dhe nuk ka lidhje me fjalën ilir. Fjala ilir në shqip vjen nga greqishtja eleuthera, do thot ilir. Nuk lidhet me illyria, që shqiptohet në fakt hillyria. Vjen nga greqishtja hilos, do thot syshtrembe. Pra unë kur shoh Elena Kocaqin në televizor, që u thot miliona shqiptarëve në botë që Aleksandri i Madh është shqiptar, mua më vjen për të qartë, sepse Aleksandri i Madh nuk i thoshte vetes i madh, por djali i Zeusit.
Ai vuri titullin vetes Dion, që do thot hynor në greqisht. Nuk i ka thënë vetes i madh, por biri i perëndisë së qiellit, hynori, gjysmë perëndi. Ne shqiptarët i themi Aleksandri i Madh, sepse nuk e kemi fjalën Dion, hynor. Edhe për pellazgët, Homer thoshte Dion, hynorët. Pra shqip është hynor dhe jo Dion. Shqiptaro pellazgu drilonis. Që në vend të syreve ke bajamet të kanë dalë në sy. Bajamet greke. Vetë zonja Kocaqi është nga Pradeshi. Pra, të vijë një njeri nga Pradeshi, të thotë që Aleksandri Dion hynor është shqiptar. Jo vetëm që kjo e fyen inteligjencën njerëzore, por kjo të kthen në kafsh. Jo majmun, se majmuni është i aftë me kompjuter që të numëroj deri në 3 banane. Me kompjuter i shënon 1, 2, 3 dhe merr 3 banane si shpërblim. Pra majmuni është i aftë të numëroj deri në 3. Kështu që mos i thuaj vetes majmun sepse i bën fllad vetes. Je komplet 4 këmbësh, jo 2 këmbësh. Kur i thua vetes që ti je Maqedon, që ti je i lirë, që Aleksandri ishte shqiptar, kur fjalët e maqedonishte së vjetër nuk ekzistojnë në Shqip. Do t'i shikojmë në filma të tjerë. Fatkeqësia më e madhe është kjo. Filmat e mi shikohen në TikTok, nga turbo albanët që i vjedhin këta filma. Ndërsa në YouTube nuk mund t'i vjedhësh filmat, nuk të lë algoritmi. Prandaj, në YouTube ka disa 10 shikime çdo film. Në TikTok filmi i fundit ka patur 70.000 shikime. Filmi im, ndërsa i vjedhur nga turbo albanët, 347.000 shikime. Ka një diçka që nuk shkon këtu. Si është e mundur që në YouTube nuk ka shikime? Ka dhe një shpjegim tjetër. Shqiptarët që punojnë për Googling përpiqen t'i frenojnë filmat e mi. Nuk i pëlqen atyre që Aleksandri i Madh është grek, helen, që Shqipëria është quajtur e mafia. Nuk i pëlqen atyre fare. Dhe i frenojnë filmat e mi. Ata që i shikojnë filmat e mi janë shumë të tronditur në fillim. Është një lloj si të mësosh që je me kancer. Çfarë është kanceri i Shqipërisë dhe i shqiptarëve? Kryeministri shqiptar është kancer. Pse? Sepse ai na ka sjell ADN nga Pradeshi. Pra, ky kancer ka hyrë në ADN-n e shqiptarëve. Raca jonë është prishur. Për fat të keq. Dhe nuk ndreqet dot më. Këtë shikon me politikan, këtë shikon me historian, gjuhëtar nga Pradeshi. Shqipëria është e vigjitëruar. Unë këtë nuk e dija. Ka qenë fshehtë nga regjimi komunist. Mirë po, fillon të dalin statistikat, fillon të dalin njerëz nga Pradeshi në YouTube. I pa me sytë tanë kush ishin, dhe numrat e tyre që rriten dita ditës. Raporti i lindjeve të shqiptarëve me njerëz nga Pradeshi është 1:18. Ata janë shqip folos, por nuk janë shqiptar. Dhe ka lindur një race përzierë, një lloj kombi mushk. Është një lloj sikur mushka që e ka nënën pelë dhe babain gomar. Ta quajmë pelën nga Pradeshi dhe gomarin nga Ilirët. Edhe fëmia që del pra është gjysmë gomar dhe gjysmë pelë. Ky është populli shqiptar. Pra, nuk është as Pradeshas, por nuk është as Ilir. Këta jemi ne. Shqipëria është pushtuar nga Jevgjit. Merrni frym thellë.
të gjithë ne, shqiptarët, jemi gjysmë jevq, po nuk e dim, jemi përzirë me ta. Sipas dokumentave të Bizantit, ata kanë hyrë nga shekulli 12 deri në shekullin e 15. Në fillim në Bizant, nga India kanë ardhur dhe pastaj ishin sklever, përdoreshin nëpër stadiume për të pastruar plehrat, për të hequr kufamat e të vdekurve, për t'i larë ato, për t'i varrosur. Por pastaj u përhapën në Greqi, dhe Greqia është më keq akoma se sa ne. Numri i jevgjve atje është shumë më i madh. Por në Shqipëri, gjatë regjimit komunist, ka shpërthyer raca e jevgjve. Dhe këtë nuk e di njeri. Është një tragjedi kaq e madhe. Ka ndodhur pra diçka që vetëm Darwini e kishte parashikuar. Sipas Darwinit, llojet e kafshëve, po dhe të njerëzve, e të luleve që kërcënohen, shtohen më shumë se sa ato që janë sunduese. Dhe vjen një moment që popujt e sunduar shumohen kaq shumë sa që përmbysin popujt sundues. Ky quhet darwinizmi shoqëror. Kjo ka ndodhur në Shqipëri. Nga shekulli 12 deri në shekullin e 21, mendoni se sa janë shtuar evgjitët, dhe si është përhapur kjo racë e mrekullueshme, ariane, por jo ilire. Dhe po ta shikosh, arbëreshët janë akoma më evgjitë se sa ne. Për fat keq. Shikoni statistikat. Më pak evgjit mund të jenë shqiptarët e veriut. Por tashmë raca evgjite është shkrirë me racën ilire. Kjo ka marrë fund. Mos bëni kërkime gjenetike, mjafton të hapësh televizorin, të shikosh politikanët shqiptar, muzikantët shqiptar që janë në televizion që sundojnë, historianët shqiptar, dhe vetë shqiptarët. E kupton që populli shqiptar është evgjitëruar. Dhe kur këta evgjitë thonë që Aleksandri i Madh ka qenë shqiptar, do të thonë gjysmë evgjit, atëherë ti më njëherë do të hapësh fjalorin që ta konfirmosh atë. Fjalori thotë jo. Abrotes dhe abrotes do thonë vetullat në gjuhën slave, në gjuhën greke dhe pra në gjuhën maqedone, në gjuhën sanskrite, në gjuhën avestanit, por jo në gjuhën shqipe, e cila është prishur komplet. Tani unë këtë e kam ditur që në vitin 2004. Kjo është arsye që nuk e batova fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Qoftë edhe një kopje. Kisha frikë ta botoja. Kisha frikë nga turbo-albanët. Por me qenë se po vjen fundi i botës, po ja them shqiptarëve se çfarë evgjitësh janë, edhe unë jam gjysmë evgjit. Nuk më vjen keq. Kjo ka ndodhur tani, nuk prishet më. Më keq se sa kaq, nuk shkon më. Prandaj, ju nuk do gjeni emra shqiptar kur, asnjëherë. Emrat e lashtë janë të gjithë helen. Edhe Aleksandri i Madh ishte një race helene, por jo greke. Vazhdoni të bleni librat e Eleni Kocaqit, por librat e saj janë një lloj sikur merr miell të bardhë dhe e thith. Është një njëjti efekt, të bën të lumtur përkohësisht. Por kur vjen në vete, sepse i dehur, e kupton që ke bler librin e një gruaje nga Pradeshi. Dhe të vjen të përzier pastaj. Lexoni, merrni miell të bardhë, thitheni mirë, ju bëft mirë, ta dini që të gjithë librat e saj vinë era Kos.
Kos grek të dashur shqiptar. I bëft mirë kosi. Mirë pafshim në filmat të tjerë shkëndësor.